Të dashurit e mi, merruni gjithmonë me njerëz të ndershëm, me njerëz fisnik. Omer ibn Abdulazizi bisedoi një ditë me Hasan el Basrin, dy figura shumë të njoftuna në historinë islame, dhe i tha, kujt t'i kërkoj ndihmë për të udhëhequr apo për të drejtuar vendin. I tha, o prisi besimtarve, njerëzve të dynjas nuk ka nevojë për ty, apo nuk ke nevojë ti për ta. Për njerëz dynjas nuk i nevojë ti për ta. Njerëzit e fesë nuk kanë nevojë ata për ty. Po, kujt i kërkoj ndihmë atëherë, me këtë bashkëpunoj? Tha, duhet të merresh për bashkëpunëtor vetëm njerëzit fisnik, të ndershëm, sepse fisnikëria e tyre i ndalon nga tradhtia. Njeriu fisnik kur nuk tradhton. Se fisnikërien që e kanë të instalum në zemrat, në gjoksat e tyre, kur nuk i lejon në asnjë formë dhe në asnjë moment me të tradhtu, me të shantazhu, me të përbuz, se ndërgjegjja e tyre mbrëmshme, fisnikëria e tyre mbrëmshme nuk i lejon, të dashurit e mi. Kështu që me njerëz fisnik gjithmonë do thot konsultohu, se ata kur nuk të tradhtojnë dhe kur nuk të krijojnë hendeqe do thot për ty. E dyta, dashurit e mi, është vështirë të gjesh një burr që të thot, isha aq i friksuar sa që kërkova për krahjen e bashkëshortës time. Sa ditët e sodit, rall, mundësh, apo s'mundësh të gjesh heq, që thot një burr, isha shumë i friksum, isha shumë i shqetësum, isha shumë i stresum, sa që kërkova për krahjen e bashkëshortës time për këtë çështje. Rall mujna me gjetë, apo heq fare. Ndërsa në dinin islam, para 1400 e sa viteve, profeti Muhammed a.s. pasi u taku me Gjebrail Eminin, me ambasadorën e shpalljes hynore, i u drejtu bashortës së vet Hatixhës, se unë jam i mërzitur, i stresum dhe i frigum që ka ndodhur diçka me mua. Dertin kryesor e ndohu me të. Prehjen kryesore e gjeti tek ajo, dhe gjën më madhore që i kishte ndodh, ja tregoj vetëm asaj. Është modeli më i mirë për të marrë për jetën tonë ky njeri si shembull. Sot me një jastake vendos kokën, e tradhton, e shantazhon, me një jastake vendos kokën, nuk i beson asgjë të kësaj dynjaje, as të ahiretit. Me një jastak e vendos kokën me të, nuk ndon as një projekt të kësaj dynjaje me të. Me një jastak e vendos kokën, nuk këshillohet asgjë për jetën e tyre, të fëmijëve të tyre, të familjes së tyre, të ardhmës së tyre, asgjë. E pastaj disa pikë këtyve i ndëgjojmë duke thonë, po ne jemi fetar, burri kështu duhet të jetë, nuk konsultohet me të. Burr më të madh nuk ka me shkel kur rruzullin toksor më i madh se sa profeti Muhammed a.s. Kjo tregon se ajo ishte një grua shumë madhështore, Hazreti Hatixha, dhe për këtë e meritoi vlerësimin
e meritoj nderin dhe respektin e Muhammedit a.s. dhe e meritoj epitetin e të qenurit nën e gjithë besimtarve deri në ditën e Kiametit. Deri në ditën e Kiametit, këto mbesin nënat e besimtarve, bashkëshortja e profetit Muhammed a.s. Të dashurit e mi, pikën e tretë që du me nda me juve, është një pikë shumë e ndërlikuar, që meriton dhe kërkon shumë zgjuarsi dhe të njëjtën kohë vizion, durim, gatishmëri, përpjekje, formim, për t'ju qas këtyre pikave dhe të njëjtën kohë për të shpresu shumë në një ndryshim që do t'a bëjsh ti. Edhe nëse t'u duket i vogël, guri është vendos në rrugë. Do të vjen dikush që do t'a paloj pranë gurit tënd, edhe ai një gur, dhe gur bëhet mur, apo ndërtohet një rrugë dhe hapet një shteg dhe rregullohet, do thot, dynjaja. E kam fjalën për një ligjërim fetar të merret në konsiderat shumë me seriozitet në një shoqëri. Do të ketë parasysh 3 komponente një ligjërim fetar. Ligjërimi fetar nuk duhet të jetë një ligjërim për ta mbush minutazhin. Nuk duhet të jetë një ligjërim për t'i friksu njerëzit. Nuk duhet të jetë një ligjërim emocional. Nuk duhet të jetë një ligjërim që ua paralizon jetën njerëzve. Nuk duhet të jetë një ligjërim që ja hup motivin njerëzve. Nuk duhet të jetë një ligjërim që i demoralizon ata, i shkatërron. Dhe ata fillojnë të hipnotizohen dhe të mbesin shumë të pavlerë, të prapambetur, të lënën anash nga shoqëria apo nga popujt e tjerë, për një arsye të vetme, se dynja është kjo punë, kemi me kalu prej kësaj, kemi me u larguën, shkurta 70 vjeçare, nuk e mor askush me veti, nuk e mor. Po kjo është ligjërim i fasadum, është ligjërim i fabrikum, është ligjërim që don umetin ton me pa të prapambetur, është ligjërim që don t'i shkatërroj me vite muslimanët ardhmërinë e tyre. 3 komponente që duhet t'i ketë. E para, të jetë i qartë si doktrinë, qartësi mendimi, qartësi koncepti, qartësi kuptimi, fjalë të kapshme, jo abstrakte, larg kaosit, dhe mos thënë diçka dhe audienca dhe nuk mban audienca men asgjë. Thot diçka edhe askush nuk të ka kuptuar burr çka thove. Ligjërim që sqaron trubullirat e mendimit fetar dhe ati me burim jo fetar. Do të kemi një ligjërim të këtillë. E dyta, të sjell gjuhë dhe terminologji që formon mendim. Një gjuhë të pastër, terminologji shumë të pastër që formon një mendim, krijon një mendim në kokën e besimtarve. Gjuhë që sjell terma, gjuhë që ndërton koncepte, gjuhë që sqaron terminologji, gjuhë që krijon gjuhë, koncepte dhe përkufizime me burim dhe metodologji hynore. Ligjërim të këtillë duhet kem xhamitë e tona, audienca jonë fetare duhet të ndëgjoj mesazhe të këtilla. Dhe e treta, të prodhoj kulturë dhe civilizim. Ligjërimi duhet të prodhoj kulturë dhe civilizim. Të sjell zhvillim, të sjell angazhim konkret,
të sjellë mundësi për ta bërë atë kulturë tërheqëse. Duke filluar nga mënyra se si vepron, deri tek mënyra se si vishet. Një ligjërim që të mëson si me vepru, deri te mënyra se si me u vesh. Art që e don Islami fort, është arti i të veshurit, dukjes, pamjes, sa që Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam janë ka ndalu çdo besimtari dhe besimtares me dal nga shtëpia e tij apo e saj pa u shiqu në pasqyre, ja ka ndalu rrepsisht, patjetër duhet ketë. Ky koncept i ligjërimit që sjell zhvillim, që sjell angazhim konkret, që sjell mundësi për ta bërë atë kulturë tërheqëse, duke filluar nga mënyra se si vepron, deri tek mënyra se si vishesh. Ky është koncept që ju duhet audiencës tonë fetare e më gjerë. Dashurit e mi, duke filluar nga këto, edhe duke shku deri të mënyra se si ushqihesh, të gjitha këto të jenë në kulmin e kulturës, në kulmin e etikës dhe në kulmin e estetikës. Kjo është madhështore, dashurit e mi, ky koncept i të ligjëruarit që audiencës tonë me jashtu vlerën, jo një ligjërim emocional, jo një ligjërim sa për ta mbush minutazhin, jo një ligjërim që të demoralizon në jetë, jo një ligjërim që nuk të motivon për jetën, jo një ligjërim që të thot, kja dynja nuk është e askujt o burë, pa, kush e ka marrë me veti, bre? Kush e ka marrë me veti? Jo, dashurit e mirë, na dhe dynjan e marrëmi me veti. Çdo gjë që të bëjmë në këtë botë, pa shatë madhe në Allah e marrëmi me veti. Mos të mendon se dikush e ka këtë pasoni, këtë telefon, edhe ka me marrë me veti. Po se si e ka shpenzu, si e ka shfrytzuën, si ka punu me të, si është qasë ndaj saj, apo ndaj ti, kush ka përfitu nga aj, apo nga jo, gjitha kjo do të vjen me neve. Për këtë Islami ynë thot, për ta fitu xhenetin, ahiretin, nuk ka formë dhe metodologji më të mirë, më të shpejt, se sa shfrytëzimi i dynjos. Për këtë arsye, dashurit e mi, ulemaja thojnë ndryshe, për ligjërimin, thot mbetet thjesht fjalë, qofshin edhe të bukura, qofshin edhe plot emocione deri tek luti, mbetet ligjërim që masën nuk e faktorizon dhe nuk e bën më këmbës dhe të Zotin që ai duhet të jetë në dynja. Për këtë arsye, çdo njeri, e sidomos ne në për xhamiat e tona, ne hoxhallarët, duhet ta ndryshojmë në një farë forme edhe formën e ligjërimit. Se çka ka nevojë tregu, cila është forma, mënyra që këtij lokaliteti tim këtu ja zgjoj vetdijen për shumë çështje që e preokupon këtë. Për shumë çështje. Dhe zatën, një problem që sot ndodh, unë du të jem ligjërues në qytet. Unë du të marr një punë, një pozit, filan vendin, qytet, arsyeja, aty ka kallaballak o burr. Aty po ka njerëz të profileve të ndryshme.
Nuk është merit e jotja apo e imja pse i kia ata njerëz aty. Absolutisht, ata s'kan ku me shku. Edhe vinë aty. Me pas mundësi edhe me pas njerëz që mendojnë pak më larg, me i pas të fortit, të mençurit, ata motivuesit na për zona të thella që ju jep shpresë se në këtë vend ka mundësi, ka resurs, mundemi ne me ja dal. Edhe zatën, kur e shiqaj komunën e Shtërpcës që e kemi këne, i kemi një grosht shqiptarve. Mirë po, prof, e kanë udhëheq Ferizajnë me 160.000 banor. Arsyeja, sepse ata njerëz i kanë dhënë shumë rëndësi çështjes intelektuale, mësimit, arsimit, studimit, edhe kur shumë i për zonave të thella Shushiq, Bitinje e Epërt, Firaj, Brod dhe viseve shumë të thella, kur kanë kalu lumin Lepens nuk kanë pas urë, po i kanë hjek mas pari robat, e pastaj i kanë hyr ujit Lepens, e pastaj kanë hyp në autobus për të shku në Ferizaj apo në Prishtinë. Mirë, po kur kanë shku atje, populli jo na thot atë fjallën, uje kanë bo librin, a? Prej flodit e në flad, runu për këtyve. Për këtë arsye edhe ne sot në këtë kohën që po jetojmë edhe po e veprojmë, jo gjitha kushtet do t'ja plotësojmë fëmijëve tonë, a më falni, gjitha kërkesave, tyre ne t'ju përgjigjemi. T'ja plotësojmë kushtet elementare, mirë po kur njëherë të japmi diç apo mundësi që atë e largën nga mësimi, nga studimi edhe jep një kaje do thot tjetër. Për të vazhdu tutje. Muhamet El Ghazali, Allahu e mëshirov, më pëlqen fort kur thot varfëria kulturore ka përfundimin më keq se sa varfëria pasurore. Thot populli i cili vuan nga budallallëku dhe prapambetja nuk vlen për punë të larta dhe as nuk mund të bart mesazh të madh. Populli i cili vun nga gjëra jo të mira, nuk ka mundësi ai apo nuk vlen për punë shumë të larta. Dhe thot, mënyra më e mirë për t'i bindur perëndimorët në Islam, është pyet Gjemaluddin al-Afghani, Allah e mëshiroft, të ka marrë pyetje nga studentat, nga mesht, nga popullata, qysh bre me i bindën këta perëndimorët me pranu Islamin. Thojnë, po njani thot, po më dhem be shpirti, po kam dëshirë be krejt këta perëndimorët me pranu Islamin. Si me i bindën? Ky kishte thonë, thot, së pari, duhet t'i bindemi ata se ne nuk jemi musliman ashtu si çdohet. Kur t'i bindemi perëndimorët se na nuk jemi musliman ashtu si çdohet, perëndimi ka me pranu Islamin. Po na jemi të munduan në formë tjetër. Kemi nevojë me fshi dhe me pastru pasqyrën tonë dashurit e me. Që para perëndimorëve apo para të tjerëve të dalmi ata që jemi beo, jo do thot me prapaskena të tjera. Të gjithë do të shkojmë tek Allahu, thot Sejt Kutbi, Allahu i mëshiroft, pasi që të vdesmi, gjithë kemi me shku te Zoti atij qofsh mi fal. Por i lumtur, ama shumë i lumtur, është ai i cili shkon tek Allahu sa është gjallë. Na po kem qef me shku te Zoti veç kur desëm. A jemi të shku sot te Zoti gjallë. Na kemi nevojë me shku te Zoti gjallë, o dashurit e mi sot. Me fjalët tona, punët tona, veprimet tona, parimet tona, qasjet tona, veprimet e tona. Dhe zatën edhe ne hoxhallarët duhet ndryshojmë shumë në këtë çështje bashkë me fetarët. Islamin duhet me hiq prej ligjërimit. Gjithçka jemi duke e fokusuar veç në fjalë.
Allahu ka thonë Kur'an, lime të kulune me la të faalun, pse e thoni ata që nuk e veprani. Islami do të nxjerrë në praktik, në mejdan, gjurmë të Islamit duhet prekin, në mejdanin ton, njerëzit ta përdorin ata, ta prekin atë. Ky është ligjerimi më i madh kur një fetare kemi aktiv në jetë. Për shembull, në këto fshatrat e tona, kemi pas të smut njeri, kush prej juve e kena vizituar atë? Dikush ka pas një gëzim, kush nga ne e kena uru atë? Dikush ka pas një sprov tjetër, kush nga ne kemi shku e kemi ngushëllu atë? Dikush atë prit dorën tonë, dashurit e mi. Na po flasmi shumë se është sevapi madh me vizitunit smut. Hajde qëtu 350 vetë, në javën e kalume, cilin nga ky lokalitet e kemi vizitu që nuk e kemi sot prezent në xhamin tonë? Kur del fundi asnjë. Këto mbesin veç fjalë të bukura të mira. Që thot Muhammed Mustafaja, ku shkon me vizitunit smut, në mëngjes 70.000 me lajke dalin me të, bëjnë dua për vizitorin edhe për smutin deri në mbrëmje. E ku shkon në mbrëmje, 70.000 me lajke dalin me të, bëjnë dua për vizitorin edhe për smutin deri në mëngjes. Halal të koft huq, shumë i mirë. Pa kemi shkua, dashurit e mi. Islamin duhet ta largojmë nga retorika. Mirë po ta nxjerrmi atë në praktik. Të dashurit e mi, Ali El-Wardi, një sociolog irakian, shumë i njoftun që ju këshilloj t'i lexoni veprat e tij të shumta, thot: shikoni personat të cilët i vlerëson shoqëria, që ta dini se çfarë orientimi, civilizimi mbizotron në atë shoqëri dhe çfarë përfundimi ka. Shikoni personat që i vlerëson shoqëria. Na sot jemi të jetu në një kohë bukur të vështirë. Vetëm vizionari, vetëm i mençuri, vetëm ai që ka një formim të mbrëmshëm, edhe shpirtëror, edhe intelektual, të fuqishëm, mund të mi përballu. Të tjerët bin pi provimit. Cilët? Po unë po flas mirë, po kush po më vlerëson? Po unë po baj vepra të mira, kush nuk po më përmend? Pa i tjetri be plot punë jo të mira, veprime të mira, pa i po merr për kroja, ai po merr duar trokitje. Këto shumë bin pi provimit. Shumë bin pi provimit. Kuptohet shoqëria ka e vlerëson, o dashurit e mi. Na do të punojmë shumë në ngritjen e vetdijes qytetare. Ngritja e vetdijes qytetare nuk bëhet me një fjalim, me një veprim, me një tubim, të shpeshta, të vazhdueshme, të një pas njëshme, të kushtueshme, edhe disa që ma shumë nuk na i shohin kamerat, edhe shumë të tjera që nuk na i shohin njerëzit intelektual. Duhet të bëjmë, sidomos në zonat e thella, duhet identifikojmë djem dhe vajza për të përgatit për të ardhmen. Më ka pëlqy shumë një hoxh i Turkisë, shumë vizionar. Thot, ka hap një konvikt për studenta. Mirë po i ka nxjerrë një 3 kushte shumë interesante. Thot, nuk pranoj student përveç se vendor, tuj nuk pranoj. E dyta, nuk pranoj student as një drejtimi tjetër, vetëm se ata që studiojnë juridikun. Dhe kanë kusht, që të që pranojnë këtu me memorizu Kur'anin famadh. U bo hafizat Kur'anit. Ju afrohen njerëzit, thojnë, po shumë po kemi studenta nevojtar nga venet ndryshme, e ato vene kanë nevoj, ose për sheriat, ose për mjekësia, thot, po i di krejt, po. Unë e kam vendos vetës këtë vizion. Arsyeja, thot, kanë mendoll ndryshimet kushtetuese. Ata që kanë me ndryshu, po du me qenë të lidhur me Zotin, që e kanë Kur'anin këtu. Edhe që e dojnë këtë vend, unë e po punoj për këtë vendin tem. Po Zotin e lëm, unë në fshatin tem, ti në lagjën tane, ti në qytetin tane. A me ndonë, a kina i plan për të ndryshu diçka,
atë lokalitetin tonë. Apo veç fjallësit Nasradin Hoxhës, që kështë pashti gypin, pe lumit në lomë. O, këtheje e ujeti këto toka se apeshe, qysh janë qa? O, nuk jam interesu me ujit. Qka i interesu? Veç me janë dëgju zhurë, më në ujit u bo këll. Do janë veç zhurë ma gji doshurit e me. Amoni, na fetar, do të ngritmi vetë dijen, nuk do të jemi zhurë ma gji. Mirë, po do të jemi ata që i konkretizojmë, do thëtë gjërat. Doshurit e me, dhe krejt në fond, po e përfundoj, thët Muhammed El Ghazali, Allahu e mshiroft, më lërë mua të njihem me fejnë tënde përmes sjelljeve dhe mendimeve tuaja, jo prej thënjeve dhe formës tënde. Shumë e thellë. Më lërë mua që të njihem me fejnë tone përmes sjelljeve, përmes mendimeve, jo përmes thënjeve dhe formës tone. Shumë e meqme. Pse? Feja jo te thot është çfarë vepron, jo çfarë transmeton. U kënaqëm të transmetuna. U kënaqëm, shkruaj në Instagram, shkruaj në Facebook, shkruaj libra, shkruaj ata, shkruaj këtë. U kënaqëm të transmetu. A i të vepru be diçka? A i të prejk be diçka? Po di që sot mos mi pasën 50 vjet përpara nuk fol, nuk gjohet me fol, thotë. Di kush jam unë bre? A ka mundësi mos më na pag, mos më ka njerëz këtë gjuna asfaltume që bëthojnë njerëz publik. Bilenjonit pi vjen i noti pse s'po më nje këta, di kush jam unë? Po kush jetë njeri? Po unë jam njeri publik, po qa ka lidhe mërbur? Thasëm ke po në televizor, jo thasë e këshyri kur televizori. Doshurit e me, largoni për këtyve, amani u koft, merne këtë këshil, ndryshani në vetën e juj, familjen e juj, në mejdanin ton, në gjurëm tona të prekshme, dhe mos kërkoni veç gjëra abstrakte, apo ndoshta mu mërzit, pse nuk po muj me arrit ato, na kemi shumë mundësi për të ba. Allah na përdor për hajrë dhe për të mirë, alhamdulillah.